Çfarë do të thotë sinqeriteti, ikhlasi në Islam? Islami është fe e cila jep shumë rëndësi të madhe qëllimit të ibadetit. Nëse flasim për sinqeritetin, për ikhlasin, këtu flasim fillimisht për qëllimin e adhurimit që njeriu e bën. Nëse ne për shembull lidhemi në namaz, apo e bëjmë nijet për të agjeruar, apo vendosim që ta bëjmë ndonjë adhurim, pika kryesore dhe thelbësore është që qëllimi të jetë kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është ajo që në Islam quhet sinqeritet apo al-ikhlas. Vetë fjala ikhlas në gjuhën arabe, që të ne e përdorim, për shembull kur thonë flesh ton, khalis, e ka për qëllim diçka që është e pastër, diçka që nuk është e prishur, diçka që nuk është e njollosur. Dhe këtu ka të bëjë me niyetin, me qëllimin e adhurimit i cili është sinqerisht vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an e përmend këtë dhe thotë: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Dhe Allahu nuk i urdhëroi njerëzit me diçka tjetër përveç që të adhurojnë Allahun sinqerisht. Sinqerisht. Çka do të thotë sinqeriteti? Ku niyeti, qëllimi, synimi për të cilën e bëjmë një adhurim është thjesht të arrijmë tek kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe me sinqeritetin plotësohet një prej dy kushteve kryesore për ta pranuar Allahun një vepër. Sepse nëse ne nuk i plotësojmë këto dy kushte, vepra shndrohet në një vepër të rëndomt, për të cilën ne nuk guxojmë me mendu se Allahu ka më na shpërblim. Për shembull, nëse veprën nuk e kemi bërë për hir të Allahut, e kemi bërë shembull për famë, që njerëzit na përmendin apo për sy e fatësi, atëherë ajo vepër në vend se me u regjistru si adhurim, regjistrohet si mëkat, sepse është vepër të cilën Allahu xhalesha nuk e do. Kushti i dytë, do të thonë krahas niyetit dhe sinqeritetit, është që ajo vepër të jetë në pajtim me normat islame që Allahu i ka shpallur në Kur'an e të cilat na i ka shpjeguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Prandaj, të themi kështu, thjesht, sinqeriteti është një prej dy shtyllave të veprës së mirë. Edhe është qëllimi në të cilin njeriu e kryen një adhurim, një vepër që e do Allahu subhanahu wa taala vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe në këtë nuk e bashkangjet qëllimit të tij ndonjë gjë tjetër apo ndonjë krijesë tjetër. Sepse nëse e vepron atë, atëherë adhurimi prej veprës që është e sinqertë për hir të Allahut shndrohet në idhujtari, shndrohet në shirk, sepse ti në këtë vepër tëndën e ke barazu dikënd me krijuesin, atë i cili të ka dhënë çdo gjë që posedon, që të ka kriju, që të furnizon, që udhëheq këtë gjithësi, e ke bërë të barabartë, edhe ja ke drejtuar një hise të adhurimit edhe atij personi apo asaj krijese të cilën gjë nuk e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ikhlasi është kjo, që një vepër të mirë mund të mbetet e mirë nëse e kemi niyetin e pastër, sinqeritetin, edhe nëse e kryejmë atë ashtu siç e kanë paraqur normat islame të shpallura në Kur'anin famëlar dhe në sunetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.